Ai, fikon. Mirë, si e di? Mirë. Qa bëhet? Mirë. Si e di? Përse e kom flokët e qik talakat, nëse do më vesh në ciklet, do më vesh. Ka marrë, për flokët e tua. Gjo, kur pash Kastron aty u kujtova, kur kam shku në emision dhe Kastron, pa ta marri fotografi si ka qenë përpara, po tani u kujtova. Ta kisha sjellë edhe. Se, o, zot, sa mirë. Hama, si jeni? Mirë. Qa bëhet? Mirë? Si e di? Mirë. Mirë, ja, si fermer, më pëlqen ky. Më pëlqen ky roli. Është punë e bukur, Do me thënë, është e lidhja me natyrën, që ne kemi folë shpesh. Na kesi një dy veza, po. Po? Po edhe, di që më ka bërë përshtypje? Më ka bërë përshtypje që, për shumë, ditë e para, okej, se normalisht do vi nga betoni, ti e di. Po, normal. Tani, ditë e para ishte ai sikleti me kafshët, në të thash me ato, do më marrëdhënia, se si do ishte, normalisht plus edhe me lullet, me gjona. Mi që si allergjik? Jo, s'kam. Po, 2 javët e fundit, më bërë shumë çudi se si kafshët dhia, dhe më dhit, delet, patat, pulat, e din shumë mirë se për qa po shko, me ushqyë dhe të vinë gjithë nga mrapa, krye vepër. Krye vepër. Juve si po ju shkon? Mirë? Mirë, punojmë. The best. The best. Duket. Do diskutojmë pak për flokët. Perfekt. Sepse ka ardhur momenti që të bësh një seancë dytë. Ka marrë bashkë me Drinin me makinë. Do të marrim tani, do ikim direkt në mbledhësh flokët. Jo, më shumë për të sqaruar, sepse ka filluar Kastro, është unë i kam shumë mirë, edhe po na bën që edhe do shpjegojmë pak kur nevojiten 2 seanca, pse duhen 2 seanca. Për rasti jemi realisht nevojitet 2 seanca. Gjithmonë kur harrojmë si kanë qenë përpara dhe shumë vetë harrojnë si kanë qenë përpara, realisht dhe për këtë arsye është e nevojshme të bëjmë një lloj konsulte, po themi diskutimi bashkërisht për të sqaruar edhe më gjerë pjesën pse për shembull Kastro i ka shumë mirë me 1 seancë dhe kur është e nevojshme të aplikohen 2 seanca. Në fillimet tona kur kanë filluar këtë punë ti e di shumë mirë, është shumë e vështirë të shpjegoj dikujt seanca parë, seanca 2 çfarë është mbjellja e flokut, është diçka që bëhet normalisht, që bëhet aplikohet në mbar botën. Ndërsa sot informacioni është shumë i madh. Kuptohet që shumë persona e kanë bërë mbjelljen e flokut edhe është informacion më i aksesueshëm, na ka dalë ChatGPT tani që të jep informacion. Vërtet shumë. Edhe është shumë i aksesueshëm, por është e nevojshme që të bëjmë një lloj sqarimi pse duhet një seancë dytë për te shakave dhe batutave që bëjmë gjithmonë bashkë. Normal. Okej. Do të mbash pak të pasqyrën që ta shohim do. Ne kur kemi bërë mbjelljen herën e parë, ka qenë fokusi po jemi fokusuar te pjesa e parë. Gjithmonë ngri pak vetullat, rrudhë ballin. Okej, pra jemi munduar të via origjinale. Po. Pra, nëse të shikon dikush nuk kuptohet që është bërë mbjellje flokut dhe kjo është më e rëndësishme. Pra mos kuptohet që kuptohet se si ke qenë si është bërë, po herë lani dikush që s'ka njohur pa flok nuk arrin ta kuptoj që ti ke bërë mbjellje flokut. Pra është ndjekur një linjë zigzage e shtrëmur me qëllim për t'ikur efektit kukull, po themi që mos duket ai efekti kukull, është bërë një përqendrim te pjesa parë dhe një densitet shumë i lehtë te pjesa mbrapa. Kemi qethur kokën zero me qëllim që të shohim hapësirat boshe sa më shumë. Me kalimin e kohës është ndikuar ti ke pasur disa flokë pjesa e mesme këtu. Po e vërtet, po në mënyrën shumë të çrregullt, po prandaj po edhe vetë më thatë Fation që kjo do 2 seanca më patjetër. Se ishte në gjendjen aty. Ideja është nga momenti që ne na ka ikur floku ekzistues, ka filluar dhe një rrallim te pjesa e lulës kokës, që i themi ne dhe pjesa e pasme. Po që është normale, siç kur fillojmë seancën e dytë nuk do e bëjmë si herën e parë, që bëm densitetin më të madh te pjesa përpara dhe avash mbulon mbrapa, tani do bëjmë fokusi aty. Do jetë fokusi te pjesa mbrapa dhe avash do vim me densitet, pastaj mund të ulet te pjesa përpara që të bëhet dhe një shpërndarje uniform dhe të jetë ai floku që rritet normalisht, qethet normalisht. Shumë e vërtet. Ti besoj, nuk e di, na thuaj diçka rreth eksperiencës, si i kënaqur. Tani ajo as që bëhet fjalë, diferenca është e jashtëzakonshme, se e kemi thënë dhe e kemi përmend shpesh. Po nga krau tjetër edhe fakti për shkakun që çfarë has në bisedime me njerëzit, sidomos me meshkujt, se kjo është problem shumë i madh te meshkujt. Edhe është kompleks. Pra në rast se femrat kanë komplekse të tjera, të ne kemi komplekse shumë flokët. Edhe unë e di shumë mirë vetë, sepse kam vuajtur vetë, edhe gjatë gjithë kohës kam mbajt kapele. Jo në rastin sot, se diellin e kisha dhe koka. Po, me fermer, pra. Edhe të gjithë kam problemin tek adhem, të më në qa pytje.
Pyetje që edhe Pyetje shumë normale, edhe gjithmonë e kam shpjegu, nuk dhem, sepse shkenca ka avancu, sidomos te klinika juaj të advanced, do të thonë që jeni shumë të kujdesshëm te ajo pjesa. Ajo vetëm që nuk dhem, por për kujdesja që ka 2 javë pas transplantit, është shumë e rëndësishme. Domethënë unë eci nga shpjegimet e juaja që mi keni dhënë dhe realisht kam pasur frute se jam shumë i lumtur te kjo pjesa. Dhe gjithmonë jam munduar që t'i shpjegoj që po, ajo për kujdesja është sepse duhet të kesh edhe një shampo të veçantë, duhet të kesh edhe ato shkumën edhe të gjitha, patjetër ato 10 ditë. Dhe çështja pra që duke qenë se duhet për kujdesemi, do të patjetër që të kemi kujdes edhe kur flem që të mos mbështetim këto folikula zonën, sepse normalisht janë shumë të ndjeshme, 2 ditët e para. Po kjo është gjëja më normale që mund të ndodhi. Po realisht unë jam i fascinum nga... Ne, edhe kur bëjmë konsultat, se sot është shumë më e thjeshtë, duke qenë si edhe rast konkret, është diskutimet që bëjmë gjithmonë i them, nuk dështon mbjellja e flokut, kur? Dështon konsulta që bëhet paraprakisht, para se të bëhet procedura mbjelljes. Çfarë do të thotë? Do të thotë që bashkë kur kemi folë për herë të parë në telefon të kam thonë Oger, hajtë t'i shohim a ja vlen ta bësh. Ky ka qenë diskutimi i parë. Ndoshta si ja vlen ti ishte pra, nëse ty të premtojnë gjëra që nuk mund të arrijnë normalisht do jesh i pakënaqur mbas asaj procedure. Nëse bëhet një shpjegim i saktë, një shpjegim i dur në lidhje me mbjelljen e flokut, absolutisht arrihet një rezultat shumë i kënaqshëm dhe personi di çfarë do bëhet, e kupton seancën e parë, e kupton seancën e dytë. Rastet e vështira, po themi, ose zonat e mëdha për të mbushur me flok kërkojnë një densitet më të madh, pra një lloj përqendrimi te pjesa e përpara se është dhe pjesa fizionomike ku bëhet dhe ndryshimi. Pra ty pse nuk mbaj mend pa flok sepse tashmë ke ndryshuar dhe ka ndodhur ndryshimi. Pjesa e pasme lihet për seancën e dytë duke qenë zonë që nuk është edhe me kontaktin viziv, se ndryshimi funditës bëhet me pjesën përpara, jo me pjesën mbrapa. Në një seancë dytë pastaj bëhet ajo që shpjeguam, pra fillohet përqendrimi nga pjesa e pasme dhe bëhet një densitet më i madh te. Ne nuk do e ngacmojmë pjesën e herlanit, vjen e ballukës është shumë okay, nuk do lë. Zona donore është shumë e mirë. Shumë mirë. Dhe gjëja më e rëndësishme që do doja ta theksoja, pra nuk ka shenja, rrënjët që merren nuk dalin më. Pra nëse dikush e shikon, këtu nuk ka hapësira boshe apo rrënjët që merren ti e di nuk dalin më, e kemi diskutuar. Por është shumë e rëndësishme që të merren në mënyrë tillë që mos lihen shenja apo hapësira boshe. Në moment që bëhet pjesa e vizatimit herlanit, vijës frontale, është shumë e rëndësishme që të ndiqet muskuli. Pra gjithmonë duke ndjekur muskulin për të pasur një rezultat sa më natyral. Do ta ngacmojmë pak edhe kastrën, se e kam edhe përballë atje duket sikur është tumë ne. Kastrën e kemi zemër edhe realisht edhe aty kanë dalë shumë mirë. Është rezultat shumë i mirë, po duhet bërë një lloj shpjegimi për sa i përket do më thënë jeni 2 raste të ndryshme, pra është kastra që ka mbaruar dhe është Geri Big Basta që duhet bëj një seancë dytë, pra është e nevojshme të bëj një pjesë. 100%. E kemi diskutuar që në fillim këtë pjesën edhe ju falenderoj realisht për sinqeritetin dhe du të cek edhe i diçka që është shumë e rëndësishme edhe duhet cekur. Mund të kem pas 10 shok ose njerëz që më kanë pyet në rrjetet e mia sociale edhe që kanë ardhur dhe u kanë konsultuar aty. Dhe sinqeriteti, sidomos kur i keni thonë nuk bëhet, jo që është për të vlerësuar, po bravo i qoftë, realisht bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Ne mundohemi mos të kemi klient pakënaqur, po s'mund të arrish ti thuash çdo kujt. Pra, janë rastet me ndërhyrje në zemër, me diabet, që është vetë si procedura jo nuk ka asnjë lloj rreziku, por rikuperimi mbrapa për personat që vojnë nga diabeti është shumë herë më i vështirë. Dhe prandaj është domosdoshme një konsultë. Konsulta është falas. Ne ofrojmë 2 forma, ofrohet si konsultë online, si konsultë fizike në klinikë. Është zyra jonë në Prishtinë, kemi filluar bëjmë edhe në Itali pjesën e konsultave për personat nga Italia. Pra, po mundohemi që pjesën e konsultave ta fokusojmë te personat. Pa na shkaluar dhe ti e di shumë mirë asistencën që ne ofrojmë mbas mbjelljes flokut, është një pjesë shumë e rëndësishme. Shumë persona kur na pyesin çfarë janë mjekët, i themi kemi mjekët turq nga Turqia, thotë ok, do ikit ti bëj në Turqi, ti mund të shkosh në Turqi, po çfarë ndodh mbas mbjelljes ku kthehesh në Shqipëri ose mund ta bësh diku tjetër jashtë, nuk ka rëndësi shteti ku ti e bën, po kur kthehesh në vendin tënd ke nevojë për asistencë.
më kupton, duhet t'jepen udhëzime, gjëra, ne t'asistojmë kudo që ti është një numër WhatsApp-i që për çdo pyetje fatmirësisht duke qenë mikrokirurgji ti thjesht dërgon një foto dhe asistenca ofrohet. Unë jam fans i Blej Shqip. Unë jam fans i të suportuarit të bizneseve vendore, edhe më vjen shumë mirë që keni arriti sukses të jashtëzakonshëm, brenda dhe jashtë vendit. Dhe sinqerisht ja këshilloj të gjithëve, sidomos meshkujve që sa më parë t'i bëjnë. Ne meshkujt realisht nuk është se kemi, edhe në diskutime kur bëjmë gjithmonë, është çështja për shembull, them unë nuk mund të flas për dikë që merr vendime për të mbjellë flokë sepse i kam flokë. Dhe nganjëherë përdoret edhe si me shaka, si me batut, pjesa e mbjelljes, për i them, në momentin që ti i ke flokë nuk arrin ta kuptosh dikë. Ka shumë veta që këto vite kishim një klient nga Amerika, shqiptar që jetonte në Amerikë dhe u rriti gjatë sezonit verës. Kaloi nga klinika dhe tha që kur mbolla flokët, tha ka filluar me të biznesi më mirë. Po çfarë fletë më ndo gruaja më tepër, më ndo vesa më tepër. I dukem si më i rinom. Ajo që është më e bukur, djali im nuk më mban më mend pa flokë. Po, është e vërtet, ndodh me shumë persona, ndodh. S'më mban mend pa flokë, dhe kur i tregoj fotot e vjetra, ky je ti. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Mirë gje. Okej, pra. Ishte shumë kënaqësi. Do shihemi jashtë përsi. Ishte kënaqësi gjithashtu edhe për mua, dhe faleminderit që erdhe. Kujdes qumshin, vezët, i ke vetë me rakto. Gjitha. Kur dalësh me një qese gjizë, vim ne këtu. Jo, qese gjizë fare, po do vi aty te klinika do ju bëj gjizë. Ja ke marrë. Se ja ka marrë dorën, po, ja ka marrë dorën. Avash do transferohemi në periferi, atje të bëjmë i bakë. Si gjithë bota. Si gjithë bota. Është shumë bukur. Si gjithë bota. Është shumë mirë, është do një gjë shumë e bukur pjesa e fermës, edhe unë them gjithmonë që është shumë relax shumë. Mesazhi është pozitiv komplet. Mesazhi është pozitiv. Sa më afër natyrës, të rikrijojmë lidhjet me natyrën, ajo është kryevepër. Tamam e the shumë bukur dim të betonit, domethënë jemi bërë. Jam i betonit, ti e di. Jam i betonit, ama që të vinë në këtë lloj formati, me këtë lloj mesazhi është ajo që duhet. Realisht, për gjithë që na ndjekin. Shumë e saktë. Okej, Ger. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi gjithashtu. Okej. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ciao. Kalosh mirë edhe ti. Ciao. Faleminderit. Pash një 2 lepuj rebel atje dhe i thëmëzim brënda. Po, lepujt janë tona, dhe është tushja dhe biskit. Ishin dalë, pa le. Kanë dalë, po ashtu dalin ato. Dhe i thëmë shpet më rëna. Janë shpirti lirë. Ciao. Ciao.